i ka dhuruar një vel të personalizuar me logon e saj Federatës së Aeronautikës, një dhuratë që synon të mbështesë dhe promovojë sportet ajrore në Shqipëri. Vela do të drejtohet nga piloti Jonathan Islami, duke shërbyer si një simbol i bashkëpunimit mes medias dhe komunitetit të sporteve ajrore. Vela me logon e CNA është vel shpejtësie për gara, e cila do të jetë prezente në shumë evente ndërkombëtare. Vela ju dhurua Jonathan Islamit nga gazetari Elvi Fundo, duke bërë realitet një projekt të nisur kohë më parë. Kjo dhuratë vjen si pjesë e angazhimit për të mbështetur iniciativa që promovojnë sportin, aktivitetet dhe pasionin për aviacionin. Sportet ajrore meritojnë më shumë vëmendje dhe mbështetje, pasi janë një mënyrë e mirë për të promovuar turizmin, aventurën dhe potencialin natyror të Shqipërisë. Me logon e CNA-s të vendosur në vel, fluturimet e Jonathan Islami do të shërbejnë gjithashtu si një mënyrë për të promovuar aktivitetet sportive.